Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin Lëm, 36 vjeç, banues në Lezhë, i cili kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, po këto shërbime reformatale në prokurori për shtetasin AD 44 vjeç, banues në fshatin Spitën Lezhë, pasi u kap duke kryer punime ndërtimore pa leje. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin shpallën kërkim shtetasit në Alies Ellë, banues në Kurbin, pas dyshojë se me datë 17 janar 2026 rreth orës 4:01 ka hyrë në një market dhe ka marrë kasën fiskale. AH 31 vjeç, banues në Tiranë, pas dyshojë se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëjetues së tij dhe në efektin e alkoolit ka dëmtuar Orendi Dellomës hotelit ku qëndronin. Po këto shërbime reformatale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin FSH 61 vjeç, banues në Kurbin, pasi dyshohet se ka pushtuar një sipërfaqe toke për përdorimin e disa varre familjare. Shërbimet e policisë rrugore Lezhë reformatale në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas të mitë 17 vjeç, pasi u ka duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë me datë 17 janar ka kazuar shtetasi Gërë 30 vjeç, banues në Mamuras Kurbin si në lagjin Zefoti Mamuras, i janë vjedhur dy targat e automjetit, vjen puna për dokumentimin e plotë të rastit dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorit apo autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Lezhë për veprimet e mëtejshme hetimore.